kemi pos dë tute, kemi pos dë morre, kemi pos dë senet mira. Pasha zotën. Tash minjat se u ditë ma shumë morin mësim prapë se për morë. Ko probleme si mas teje? Pse Isak? Pse prind të unë nuk kam pas shkollë edhe të madhe? Ashta dikush e ka pas një 8 vjeqare, dikush një normale, i kanë thonë atë 2 vjeç atë në për qëta qytetat ku i ka pasë në ma shumë s'kam pasë. Po pse kanë ditë me na eduku, me na mësu dhe pse na si thmi i kena ngu? Na i kena marrë atë mësime. Edhe sët i praktikujnë edhe pse nuk jemi thmi, po jemi prind vetë, edhe jemi të mushës të mesme, pequj, kështu, ose edhe këgja matë më dhaj, por ende i praktikujnë atë këshillat e prindve tanë që na i kanë dhënë. Pse rinia sudit, a i thet nanë i bobe sa nanë sa ti s'dene, ti porrane, hajtë musë më shërda se s'di gjohë, neja, neje, qka unë e zezë zotit, e len vetën, si të merë një gru, e len nuk o ngusht për babas, për nanas, e ka marrë gru në mon nuk nin, as e di kush e ka lindas, kush e ka rritas, kush e ka bo kom e duras, kush e ka shkolluas, kush e ka bo njerjas. Pse Isak si pas teje? Pse, pa dhujnë këni metë me satelit vjetër. Ti, mire thoë, që thoë s'kana pos shkullë. Po i kana pos uëdat. Jenë kohë matë mëgoja se shkullat. Mendimi jemi. Po mu prind të mi, më kanë eduku për morë e për mirë. Pës, hamë së më ka leju morja, edhe së më ka leju tuta e a duhet me vepru që shumë kanë mësu. Sët për të luën ti ke metë me satelit vjetër. Edhe shkujnë rrinë, e unë i thonë, shemë pa marrë fëmin tanë. S'pa dalë kërkon. O, birë, më shkojnë me qitonë se, a përse që të shku rrugëve të gabushme. Ajë, cukër t'i thonë, më në shkojnë me to, ajë pizotën që atu ku s'duhet. Ma shumë pa tash, nguen për, mi mësu pa prapë nguen. Po, mi mësu mortën, ti ke metë me satelit vjetër, ti nuk e ditë me jetu as atër, as sëllë. A është jetesë t'i kthehet fjalla, a është jetë e mirë, po du me thonë, t'i kthehet fjalla prindit, për shamull, a farë jetë është aja kur thmija nuk e ngon prindit nëse ja kthen fjallë, nëse i thet hajtë se ti zde, nëse hajtë trus që ato rëbre se ti je plogë, zdi gjanë, me konë, me ditë kështë ditë për vejti ma mirë. Ka këse raste i sak platë? Vallohi bre, unë prind vetëmi kur fjallës më guzum ja u thuj. Edhe, pa të thëmë, sinqerisht pa të thëmë, e kom pas bu i farë gabimi, bindu, se unë kom qenë me litra qilë. Edhe, mas ju martu, boba jam i ka në 2 flakarisha. I ke meritu në ashta. Vallohi puë. Edhe, mi ka në prezencë në unës nëmë, në prezencë grosë. Wow. Edhe janë nisi në una për bërtet. A që është gjolit marta unë. Vallohi veç ja kom kry shpinën e i kom po selë. Bravo të koftë. Se e kom meritu. Pasha zhjot e se me ro djolit e jam një herë, e bo ma ki ma hen mu 10 herë. Po ndoshta me ta hista hen, veç ashtë të 100 fjole, 100 bishta, 100 kungja i qetë, të langarau të rënë gjithë ditën, pse i ke thonë të qka, se li, ma mi rej që ta është zgudzën mi rej heq. E po që kjo? 5 vjetë mi pos, thët të thiri policin, zgudzën me i mira shuplo, ko i saku, po qëfar ti? Jo, edhe grote si uetit pa thuin, të 3 janë. Jo, janë të me e bukrën një flakaresh, në të ta kopi telefonin. Ojë në dollë, ojë në berume, fogore në dollë. Pa flasë për ma heret, kanë duhet, i kanë ashtru venat më nuk më me flasë. Atëherë, ma pa flasë për para lufte. Vishë kërë rrasë këtë traktuari me musafir në bërë. Në una jem, me gru të jem jenë që kanë qitë pite. Pite. A na venat i kanë ashtru, i kanë hjek venat, të jenë hi musafir me, kanë orë për dorë. Po ti me dorë, për dorë hajde me kuhe, ju mas kuhe.
Sëtë me thonë grus, 3. Me thonë, a orë mos a thiri që bënë bëk. Pasha zëvët me konë ty, luf me konë ty krisë, se ty për të vritë. Kanë nërë, kanë morë. E kemi në panel edhe Cami Betyqin. Përshëndetje Cami, mirë se erdhe. Përshëndetje nderuar Lule për ty, përshëndetje për gjithë dhe gjusin, përshëndetje Basi Isak. Përshëndetje edhe për ju i nderuar. Përshëndetje nga Suareka bukur. Përshëndetje nga Malisheva e bukur. Na koj shikot me. Po mërë po. Cami, si ka luvë sëtë? Mirë shumë faleminderit. Po në bje ka pak shi, ka një koha pak më ftof. Vjeshtë atash, me bereqet hen. Allo, ti jem nevojë. Ka tof, ka nevoj me rashi, se me të vërtet nuk ra kohë të gjatë. E kështu që mirë. Cami, ti të shëruve të bëhesh pjesë e panelit. Orna, mikrofoni për ju. A ke dëgju temen, apo do të dhosh diçka dhe të pëtsh Isakun, apo orna? Hajde pija për pasi edhe pak Basi Isak. Ja, unë e kreva. Ja, se ki kreti. Veç vazhdo. Ja, ti i përmene Odët aty shumë mirë, dhe kam pas fatin edhe une me nejtë në për Odë, kam nejtë me shumë njerëze, kështu që Odat mirë janë, edhe ka qenë respekti kuptohet për atë kohë, se duhet me hec edhe me kohën. Atëhere, me thonë drejtën, kemi pas kohë ma shumë, me nejtë në për Odat, tash nuk kemi kohë për ato dhe e mbyll Odat, kështu që tash janë gjithë në për punë, po punojnë. Sa për trit janë mirë të shku rrugës mirë për momentin, nuk ka kur gjot keqe, po hesen me kohën, po hesen me Evropën. Ti po thu që trit janë të shku në rrugë të mira? Mendimi jam është, qka ka të keq, qka e në të bo keq, kur gjë ishë? Po qysha që bashkë sante e kemi temen që si po silën fëmijët ndaj prindve. Kur po dalin ditë që ka dhe zoti pleqe plaka, prindrit, duke u anku që i kanë lanë fëmija vetën, dhe çfarë sjellje e mirë është aja e fëmijëve në ditën e sotme. Çfarë ta mërmenja ti? A kishe lanë ti nanën tane apo babën tanë në moshën 70 vjeqare apo 80 vjeqare midis Sohareke dhe isha dalë kishe, nëse tash një fshatë Sohareke, se dhe isha dalë të kishe jetu në qytetë në Sohareke. Çfarë ta mërmenja? Nëse ka gruja për pora. Basi sa gruja. Po çka ka të bëj gruja? Gruja, qështë e gjanë venin, gruja të rrëk për pora edhe për masë edhe ta në ondë, valla. Allo, tu e dërrume, ta frisën pa ngorrojnë heq. Basi sa ka e gruja, a ka nonë edhe bab? Allo, dhe s'kanin dërrume. Unë mendoj që po. Që s'kanin, nështë pa ga bëj. Më varet aty qysh janë të pajtimit dy palët. Në rase ta respekton nonën edhe babën, edhe familjen, edhe pa tjetër që edhe ti duhesh me respektu babën edhe nonën, se edhe ajo ka nonë e ka babë. Me drejt. Kështu që kur ti e respektojsh prindit, unë mendoj që ashtu, se tash jemi krejt të rritun edhe i dim dëse në pak ma mirë se ata ma të rritë që janë. Unë mendoj që ka me të respektu dhe ka me të këshyrë. Unë mendoj që ashtu. E normale që ashtu që shpohu ti. E po? Kur nuk i këshyrë djalli edhe pa martu heq, apo ja kthen fjallën prindrit, qa ta mërmenja ty, kur të martohet, këqyrë nusja për shamëll, i këqyrë nusja vjehrin, kur si këqyrë djallja? Jo kur. A, poj? Lule. Urna? E përmene fjallën djallë. Po. Edhe tha,
prind, babën edhe nanën. Po. Tash unë nisëm prej vetit. Kur i thua djali, do të nëse është ta mon djal, edhe nëse e kanë edukua që djallë ata, nëse e kanë mësua mirë, nëse i kanë prinje mirë, unë nuk mendoj që nuk e këshyre e djali babën edhe nanën. Unë mendoj që e këshyre, e respekton, kuptohet e gjatë orarit punës shembull kur është në punë, ajo është në punë. Amo kur të vjen në shtëpi, unë e di që një mirëmbrëma, një aolodhët ai një mirë si kaluat sot ato e kanë. Amo nëse nuk e kanë edukuar fëmijë, nuk i kanë prinje mirë prindit baba dhe nona, ajo është, si thojnë, me një fjalë popullore pak e presh. Edhe m'zdije kur gjo. Po, unë e kom pas shumë, do të për qëtë ko, e këthejmë tash me këtë rejën, se me sistemin e vjetër nuk na pëlqen, neve na kemi qef pak më ndrysh, mirë po, me këtë sistemin e ri, unë e mendoj që nuk jo në keq. Jo në për shkolla, jo në për puna, punojnë, pekëshyrin jetën, kërkuj keq si bojnë, jeton normal, jeton me gruën, nëse ka gruë, jeton me gruën, në regullosht e prindin e respekton. Tash, unë e pra po thom, nuk është si përpara që ka qenë, që shkimi pas qefna me na pru qajnë, me na pru ujnë, shumë sene tjera, tash nuk është e koha, tash ka ndryshu e sapi, tash jenë pak ma të ngarkun, e kështu që pra po thom, mirë është në rregull, kur gjo s'ka të keqe. A o që shtu pas i sak, folë realitetin. Valloj, mëse po më vetë me folë realitetin, mëse e përmen e ujnë. Unë e deshta mu kyqe dhe një të po edhe nga bosha, mas më shë për të mungë. Që e përmen e ujtë, në unë atuna, e dim që shna kanë rritë. Edhe me uje, me ushqeme, me pastreme, me kakret, në kanë e goti që shduket. E ti që thoi lyp ushet e ke ujtë tonë mrena për fatë mirë, po ko shumë që mja lyp një gotë ujtë, që për vetë jepi ma mundë. Vishë lëgërit që bindu që ko edhe këse. Ko edhe këse. Unë e kam panele dhe të ndëruarin Yzer Mekulli. Përshëndetje Yzer, mirë se erdhe. Përshëndetje edhe për juve zënjëlluj, përshëndetje pasë edhe për panelist Bacin Isak edhe Bacin Sami Dytyshi për baqet. Përshëndetje dhe respekt juve, ndërëm. Përshëndetje juve. Yzer, a ke dëgju timen? Po e ndëgjova. Edhe është aktuale, edhe kemi nevoj me diskutu këtë. Vete mërna? Qëre, na jemi halon moshën, 60 për afro, mi halon për mujna, me punu vetë, me pjujt vetë, e me shërby dhe dikona. Bravo. Na jemi generata e mesme, na duhet mu kujdes, kush i ka prind për prind të unë, plus duhet mu kujdes e për fëmijë të unë. Po kush do të kujdeset nesër për ne? Kërkosh. Ka kris kiameti. Qëre, unë e kumë thonë edhe për para dhe mon kjo është bindja jeme, mendimi e mas që neve na kish palon fukarallaku mrapa edhe okupimi mrapa. Fukarallaku se kemi respektu e na, gjithë kone kemi respektu, kemi pas nevojmë për ndijum. Dhe mos të se ku dzej me përdur atë fjallën, kush jeti komunisti pekoj, ti e pekoristi. Ne kështu pa dosh njërin vetëm me interes. Kje për fat keq. Se nuk e kështu pa vlerësua në njërin që i me, që me i dishëm, apo ne kemi vlerësua për nevoj, apo më bë mirë, apo ma shtë gjallin puna, vojzën, arena, këtë, apo me rëmpun, në ndasë kërë kemi thirë dikan. E kemi thirë, kemi lypë, kush ka kere, me thirë një herat ndasë. Kush ka traktor. Ma livruare na mesun mullia më një kërdrua. E më këtu e mi konë, për traktor së nuk thirë kërkush, më kërë ndasë nuk thirë kërkush, për telefon, kërë kemi nëgjit nga telefonin fix në fushësu,
vitet 90. Pasha besën, me tezën, me doje, me kushëri, pe kejtë shatra vishin për me full në telefon. Për telefon s'na vje kërkush sot. Për televizor s'na vje kërkush. Atër për çka më ardhën e të jo? Neve në ka vetëm rrethin e ngushtë, më falë, una. Atë folja një diçka se me thonë drejtën të është se këtu ka shumë dëgjuse dhe ndëgjomi shumë jo për të kesh diçka, po ndoshta dikush edhe preket se ti e cek e mirë, ne jemi në gjeneratë e mesme. E kemi mërrinjë do të jetën para luftës edhe jetën tash mas luftës. E vërtet. Tash të na është pak ma problem. Për këta që kanë lind në luftët e kënjene, këta se dim që ka qenë për para, na ku ti tregojmë i doken si pralla aty në. Mirë po tash me marrë me krahasu, një krahasim tash me bëjë unë edhe çka është një e mirë. Na jemi dëshmitare, dim shumë mirë që kemi jetuar, çfarë gjendje jemi konë, e sot shqyqyrë Zotit është gjithë çka ka vend për ma mirë, ala ka vend për ma mirë, duhet me punu ala për ma mirë, po tash i kemi teshat me dorë më nuk pilan maqina lamjes, pilan maqina lamjes, bukën pe blejnë, shtroje, mloje, haje, pije, veshe, mathje, ajo në gjithë. Drunin për para e dim shumë mirë, kush ka jetu në për fshatre në përësi, e kemi marë prej malit që ashtu, veç e kemi paluë, edhe nuk u prej druni, do thot kur ka ra bora u prej, kanë dal gratë, kanë preje, se burrat u deshke nod me nejt, mi prit musafirët e mi për qell, gratë kanë dal, i kanë preje drunat, e din ata që kanë hek. E sot që shyrë Zotit janë gjitha kushtet, gjitha mundësit, kush e kanë bo? E kanë bo, unë e prapë po thëmë, e kanë bo gjeneratët e reje, kanë dal, kanë pa çka o mirë, çka duhet me bo. Edhe, është të shku në regull, na, unë thash, na jemi të hesë me Evropën, jemi të hesë. është shumë çka është ma mirë. Comi, na kemi temen respektin ndaj prindve. Kush i ka bo kushtet? Kushtet neve nuk kanë pas mundësi po vallar tonë me na i bo neve kushtet nashta shumë të mira. Po të pakten në respektin a pasna. Respektin a pasna. Sëm koptove ti lule. Unë e thash për qatë babë dhe për qatë donë që kjo i rivi i ka bo qëto, ka shku në Zvicër, djali i ka bo shemull me shpi treje, me kretja ka bo babas dhe nonës, ku jenë të jetu sot. Po, e ku ti ban 80 vjetë që ka i vynë ati shpia, kurse në kokë kush qëhet me edhon një bardak uj? Rastë të ralla e në përdo. Valla heshtë ralla, po shumë. Raste me mija qindra, unë që një janë dikon ofër krejt, gjysa ka tonë i tem janë veç një plakë. Edhe im konë mardhonje punë që ato thmija, e kanë lau punën, e kanë marrë grunë, e kanë marrë thminë edhe kanë thejtër, e kanë shkel. Pëse i ka bobat edhe 10 vjetë edhe nana, as që ja ka një bira veshit. Qore zotrit thamin qofë se ka mësi që të më ndërri. Mirë të thena gjenate e mesmet. Na kena bo për dikon me marrua vlau shpije prineve këtu. Sot i riu nuk bon veç për vete, s'te interesant. Kja kur thu, qëre ne kena marrë edhe do të kësia shumë të Evropës, nuk i kena marrë këtë mirat. Brava. Por fat këtë. Se qëre, këtu është amë këtu Gjermoni. U linda i këtu e fmin Gjermoni dente të më djetja për të kushtet një që ne ma mirë se o tje une. Po nesër, ai nuk ja lën kapitalin, nuk ja lën shtëpinë, nuk ja lën mallin, djalit që nuk e kyr. Neve i nati mos më alon. Ti ke po këtu në perë, nuk e di ku jeton ky zot në Comi. Hermra në herja është ky jeton. Jo. Po çfarë jeton perëndim? Po çka këtu është Karitasi i fort, vetëm një. Po çka është Karitasi i fort në Evropë, se shema nuk e nëse s'kujdes se djali apo vajza për prinin, aja lën Karitasit të shpinë, ale pasunin se ale djali këtës. Po, la kishës jalen. Kishës jalen. E neve na vjen i notë, ka? Na kur thojnë edhe me na rrejë stup, na bumi, u kënaqi. Se ne kemi gjelozin i notën alo të folë. Tu është aja. Që tu mu po më dhemë. Që sërë na shamu në kërë. Kër e kanë folë, e shëke ka përdojë, sa të hapë shpia të prezë në Kosovë, unë im që ditë më ka dërë merë po. Po për fatë këtë që po vësë. Ato
do mos shpinë e plezhve, ato duhet me financu dikush. Shteti s'ka mundësi, apo s'don. Atëherë duhet me, se vetëm një, që tu t'im perëndim me shku, unë nesër, me shku këtu në shtëpi plezhve, pensia jame automatikisht komplet i takon të shtëpisë plezhve. Ndërsa sot e na, unë e kom po të Halil Kastrati, atje, sa shpinë pjallo djallit vllau, sa djallit motrës, sa pjallo, unë po shkoj atje shtëpi plezhve, atë pasurie merë automatikisht i takon shtëpisë plezhve. Nuk shkon mo me gjithë mund me ndihma, me vitra, jem me lyp nestra donacione me lyp tolla. Që se hapë shpjevlik, atër do të më dhe pasuria. Po na pasurin pjallo djallit vllau, se djallit motrës, apo shkoj shtëpi plezhve, ja nuk shkon e ma. Po na. Së di. Unë veç një, isha ndërlidh, veç një ndëruari zërë, se me të vërtetë, unë pajtohëm me mendimin tanë, po për shamull që kanë në mu, që unë po thamë për shamull për bashkërtin të tashmojnë dirë, po që kanë në mu vlaznive, që kam më dërku atje, që kam bo krejt vlazni, laukës po thamë veç kjo, po gjithë këta që janë. Po për shamull thmija mi, sëtë mi thonë për një mujnë a dikujnë Kosovë, unë po fulli pikrish për thmit mi, valoj syti qëtë doqë. Thetë, absolut, pëse s'punonaj, absolut nuk i një maj kërkujnë Kosovë. Mi tha, është në gjendje të ranë, dhe të është të donë, edhe a i ka me dur ka, dhe del let punon, let shka ku ka punë. Se nuk janë si kur na ju kina një mund, dajve, ju kina, për shamull, po bjellofi, s'po thamë unë personalisht, se s'ka pos nevoj, po një shumë, që ju ka një mund, vlaznive, po se po e mutrave, migjallarve, besa në katon nëse ka dikosh pe i gjendjes ekonomike i keq, i ka një mund. Thmija të unë as të marra shpi, me dekë që atje në Kosovë si marra kuj shpi, as i qënë kerë, as i qënë kur gjon. Ju le u rri që tu ka tjetër mentalitet. Nuk ka ngosht këpë që shkanë që shvujnë atje, absolut. As janë i në bira veshit. Zonja Lullem që se më lejan, unë vetëm dua ta thëmë këto. Na përbojmë në kashti para lufte edhe mas lufte përbojmë. Pse na kanë respektu para lufte neve? Ta shponjë personalisht, gjithë kusht e din luga të konë veksh. Se kemi qua, kemi ndihmue. Kanë do për shemë në ashtas të ka rëga, e shtesnis kena lypë. I ke lypë, për me shku me kryeni punë kësë. I kemi dhonë tezës, se doja, se halës, se mizës. Këta kanë respektue. Sa dhe kemi nalë, s'kemi mundësimi një muë. Se më boshtë të atimi u bëjet e vetë, sësë për të respekto kërkush. Atëheret na pas kanë respektu vetëm për interes. Që kjo është rea. Shumë e vërtet është. Kjo shumë e vërtet, unë e kesh najta, kesh najta, një mujdin Kosovë, kun nuk kum thirë kush hajde e pi mas një kafe, a besan? Një kafe se ka po kush. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Edhe për juve Agran. Agravitia Peslovicja. Mirë se erdhe ndëruar Agran. Mirë se ju gjeta, ajni mirë. Mirë falemderit, mirë jemi. A bën që të është e lirë, media me full? Vetëm të shë yzera kryve, apo andë dhe vazhdash? Vetëm le të urnon, kjo të mos kohën e pyjtë, Aliska. Orna Agran mikrofoni për ju. Ja prej Slovic, jam i smutve që një 3 vjetë me qif kem kushtet lekshtë. Shko mundësi të shpena një mokin, dikush të... Okej, Agran, unë të kërkoj falje, por mund të telefonash masit e kryjnë këta që janë panel këto, telefona veçti, se këta janë njëherë duke full për temen. Falemderit shumë për mirë kuptim. Falemderit, na falë. Jo, s'ka gjan, falemderit. Unë ju kërkoj falje, por qa me thonë, s'kam fjallë, mund të vazhdani rreth teme. Letë flatë këtë, që këtë sa mbetë yqë, letë flatë kohë se ka në e pyjtë, apo bati sak. Jo, unë di mirë, po s'puguzoj me folë, se... Qore, tema është e li, ne nuk janë gjysëm gurë, vetëm mendimi jam atë qështë, rrështë e s'ka. Ne jem diskutemi hapër. Edhe mendimin e vetë gjithkush, që se kemë nevoj me shtu apo me hjek, kështu biseduat.
Qëre, mire ka zeri na guris për jam ullim, gjithë kësh për jep mendimin e vetë, unë s'po pajtu na me ty me mu, po nuk do të thëtë që po bëhet kiameti. Ti jep mendimin tanë, unë tonën, edhe vazhdojna bashkëbisedën edhe ma interesanta kur nuk pajtuam, se më ta bo rraf nuk ka interesant sa mi. Unë për mendimin tem, e shoh një gabim shumë të madh ndaj fëmijëve sot me sjelljet e tyre ndaj prindve. Tash ti shet mirë ky tjetri, po ti mund ta japsh edhe mendimin tënd dhe mund të vazhdosh mikrofoni për ju, vetëm vazhdo. Lule, shembull, tash mbas e kemi rrokë temën për tritë kemi rrokë. Po. Tash më fal se për me bë pyetje bëj shti, po tash po të kërkoj falje çtu, po do më ta bëj unë ty në pyetje. Jo, vetëm na, mos kërko falje hiç. Çka ty po të pengojnë çta tritë shembull? A ma bonë mu personalisht? Po, çka po të pengojnë ty është? Po qysh nuk u pengojnë të rritë, për shembull, kur i nin të ja kthi fjalën prindit. A ja ke kthyti fjalën prindit tanë? Kur njetë? A nuk është një gjestë shumë i olt për një fëmijë 20 vjet, 25 vjet, 18 vjet, se nuk po tham në adoleshent, po për shembull kur e nin të i thon prindit, rrimre se ti s'dëgjon, hajt më kush je ti, pse ti po mëso mua në di vet. Jo, s'është mirë. E po unë për çita po tham, që kjo është problemi. Nuk on rregull ajo. Po unë thash ty edhe më herët, s'di sa ndoshta se unë dëgjova mirë, kur thash më varet që shi kanë edukuat fëmijë, edhe se të fëmija në fakt ndikon në rend parë familje, ta në ndikon rrethi, ku jeton fëmija, ku rritet fëmija, edhe ashtu edukohet edhe mësohet. A është ashtu, nuk jem të fol keq. Nëse ka familjen e mire, edukohet e fëmijë mirë, ai nuk i thot, jo nuk i thot, por nuk e kanë fjalorat fjalë hiç se hiç, nuk përdoret e fjalë. Varet të rrethi, ku jeton e fëmijë, në çfarë rrethi ka, edhe normal duhet me këshyrë fëmijën, duhet me nejtë gati me kon po shkon fëmija. Çfarë çështnie ka fëmija? Edhe nuk besoj Lule që ai fëmijë kam i thonë prindit që mbyllë gojën ti se ti nuk e ke mirë ose ti s'ki ditë ose ti diçka kështu. Unë pra po thë mendimi jam është, unë ju kërkoj falje se nashta po foli pa lidhje. Jo, ti nuk po fol, ti po fol mirë edhe çashtu dohet me kon, si mas gjitha senër që për një pos një respekt ndaj prindi, dohet me kon aja sjellje. Por për fat keq, kur ti ba fëmija 18 vjet, ti nuk mund më e kontrollon me kanë po rrin, as me kanë po del, as ku po shkon, as ka kur gjo hiç. Këto problemi. Lule. Orna. Ti sa mu inkuadru edhe herë pak. Pa tjetër, veç vazhdo. Nuk e di këta zotnicën dhe pat bisedë që tha në Evropë. Po? Për me në Evropë. I zeri. Jo, la jaconi vëm dhe këta, nuk e di jason, kërkaj falje. Të vazhdo. Valloj bre, ndërum, duket e kemi kalu. E vërtet, për këtë. Veç një deshta mund të lidh. Po këtë gjithë po nisë në prej vete. Ju mundu me din temë, sa më me eduku fëmijën e me. Në të në mënyrë sa kum ditë. Çfarë edukohet të ushtaja, kur vjen vojza jam. A ma bjen një kofa, një qaja, një guët ujë. A me prites, a pa prites, pa mu prasysh, vjen, a ma bjen kofën cuvak. Pa thuën të me i në Evropë. Ashtë a zote se kanë mirë. Se u shpreja keq. Jesë u shpreja keq, heq. Absolut. Vetë vetja, ndërgjitja. Nuk duhet me të leju. E për mdu këtë që se kemi kalu Evropën. Qërën, qofë se më lejon, zot Isak, unë thash një fjallë, na jemi gjenerate e mesme. Po dua ta thëmë edhe njën, qofë se unë nuk e këshyri prindin tim. Se unë vetëm nonën e kom jetë, baba vitin e kalu në rrjet. Qofë se unë nuk e këshyri nonën tem, se respektoj nestra fëmija e jam, ka me ese për kem fëmijë. Shumë e vërtet. Qofë se unë së të shqyqoj prindin, nuk ja bëj respekt, ka me më thonë nesra, po se ke këshyri babet në që po li për e mirë. Shumë e drejt. E na do të më ruaj që thash unë e pare. Na jemi shembull si për të mirë, si për të keq.
Qore, nuk është nevoja ti me thonë plakut, më shile gojnë, po jam shile dhere në krejtë, se nga hes. A thua ti jena në moshën e mesme. Qore, këtu në vesh unë duhet ta thëmë, këtu e përmena më herë. Që na këtu në herë, për shembull, këtu si ti bët 18 vjetë në Evropë. Se të vazhdo shkollën, me vazhdo shkollën prinjat një mund. Po s'po të vazhdo shkollën ka i zanatit, puna. Po s'punove s'ti interesant qëtë për jashta. Ti unë jam i detyrueshëm, djalit me martue, me linda e fëmi, me arrit fëmijën e këtu 30 vjetë, mi bu 35 vjetë, edhe vëlla djalit s'po din. Po ti e ke lënë vetë invalid. Ti je, kur thujnë e kanë mësuar me nxon peshku, mos ja peshkun e ka shumë. Po i raste, shembull të na familjet e mëdha, ja djali sot u punu, mja këqyrë primën, nesra, ti bëllë ke rritë fëmijën e tu, po ta me rritë një për mesa, a me dalë më shkretit me nejtë këtë shpinë që vitën. Yzer, unë nuk e di çfarë moshe e ti? 60, s'tam 60, pja boj me sy. Inshallah i ka në 100, mashallah. A unë atëherë e kokna ma i ri për krejtë? E unë e 61. O, mashallah, shie. Pse të kemi mesme, ma petë, prapë jem të notën mesme. Ani edhe ty e po thonë Bacili Zerë, se unë i thash Bacili Saka edhe ty e po thonë, se ku ka maj masi unë. Atëherë tash unë edhe juve edhe vetës pja bëj pyetjen. Sa na i kushtojmë rëndësi edhe sa ku rrina me fëmijët tanë, për më bëj fëmija i edukuar edhe i mirë. Na do të mi kushtu rëndësi edhe do të me nejtë sa ma shumë me fëmijë, mi mësu, me eduku. Edhe aq ma shumë që rrish me fëmijën, i japish mësim, a i ka me marrë ato parasysh do të dhe ka me vazhdu me që to ti që ka pithush. Por në rase na, i thoi merre fletorën, merre librën, lexo se unë s'kom koka me dalë pak, a i punon në vete, në kryen vete punon me ide tjetër kujshe, ose qysh i ka thonë shoku ose asi. Mirë, po këtë i kushtojmë në rëndësi të fëmijës, këtë rrimë sa ma shumë me fëmijë, e mësojmë, që ato ti që e thushat, që ato ka me marë se fëmija është, si kamera është, që ka ti bojnë shë a i në qizonë. Se kur ta bojnë moshën 18 vjeqare, është i pamvarër, në tjera, nuk ka nevoj për ty. Amo, në rase i kushtojmë rëndësi ma tjepër, rrim, i mësojmë, në moshën 18 vjeqare, 19 vjeqare, 20, 30, a i ka bokon qka ti e ki mësua, edhe ka më të përshtat ty. A është qështu? Unë e plotësisht pajtohe na vetëm një të ashtë jeta moderne që bëhem të ashtë. Fëmiju si ti bëhet 2 vjetëria që në qerdha, po. Edhe në qoftë të i punojnë prend, a i dej 4 mazite është. Si të bëhet i dëmon për me hinë shkolluar, dëmon të ashtë të pëthojnë mësimi ditur që pëthojnë e këta, a i fëmijë dëmon në herë të qere tani ta merë dikur shkolla, edhe jetë me që ata. Këtu për përëndim qoftë të punojnë 2 prinja. Atëherë fëmijë detyrohet me lonë dej 4 mazdite. 4 mazdite kur shko me marrë me pregadit dalë me në gjumë. Në shtunën i djele kemë. Kuna i getë fëmija sët, i getë kohës. Na kati flësemun, si mësues i flasëm na. Te e dy fëmija që tënë, qofse është i ri, qofse të edhe në fëmija, s'kel drejtat, apo përdojnë edhe dhunën ta merë shteti, a? Dhe mund ti ki obligimet, atë fëmija ju qofse në rrugë del, diçka bënë, problem dhe 18 vjetë, prindi arrestohet edhe pagut e një për shumë. Kur të bëhet 18 vjetë, a i mo bëhet me shëshnjë me rrethin e vetë. Na gjithë pe i kuptuemi këto, gjithat janë. Po vetëm një, na mund e moni ku folën e fëmijët, o ti i folë. Fakt, po kur është ai 10 orë, në shkollë, e në shëshnjë, 2 orë të, na do të më mundue, nisim fjona ashta një na merë, do të me i folë. Po, kur thëtë, s'po du më të dizue, që jam shelë derë, një apo në gjithë dizueset e veshve, edhe së në gjithë si fletë, ka të kimi folë. Kërë nga po ndodhën, shpeshere, ashtë e rasti, i shprej familjes në gushlime, familjes Kelmendi. A i moshën 16 vjeçare, me motor, me dole këtu, pja plesoj dëshirat fëmijët. Po nuk plesoj dëshirat fëmijët. Se ti me dorë tonë e pja shakton aksidentin. E a qëtë fëmijën, 7-8 vjetë jap me vëzlit kjerën. Bacilizer, Urna. a jem përëndim ti? Po, në Austri.
Shumë mirë. Në Gjermani, këtë bëhet ora 8:00, unë po flasë për në Gjermani. Po. Këtë bëhet ora 8:00 është në gjumë do këtë atje. A din ti? Gjermonit, po? Gjermonit, po? Po tash unë po të flasë. Ja, ndëgjo. Tash unë po du më lidhë se ti edhe vetë atje, ti nuk është si dishtë. Unë po du më lidhë edhe me atje edhe me këtu. Edhe, këtë bëhet ora 8:00, fëmija është në gjumë, ata ma të rritën që ndoshta pak lexojnë e këshyrin një film edhe shkojnë flejnë, e kështu që të na po bëhet ora 10:11 natës, me ardhë dikush të shtëpia me thonë ku ki djalin, unë nuk di mi kallëzu. Vetëm duhet ta lidhëm që është mbledh që të. Vetëm veç ta kry që to une. Edhe tash, në rase une nuk e di ku e kom djalin, atëherë kush i ka fajat këtu, se faji gjithmonë është jetim, po tash unë s'me bëj jetim fajin e kom une. Se si kom nejt gati o s'pi rri gati. Në rase e rri gati, a i thmi mu ka më tregu pat tjetër, ka më tregu ku të shku. Ose të shpija këtu derën e kam sheltë. E kur ti rrish gati, fëmija nuk unë më tik tyje. Ajde tik një natë, 2. Ama tyje për çdo ditë më tik fëmija, atyre faj është e jote. Basirëzirë, mësë më foli gabim. Ja, vërtet, vetëm duhet ta lidhë këtë thamë, unë e djalin e vogël, kur i ka bërë 18 vjetë, i kishtë edhe një muaj ditë me i po, edhe tha, po bën, tha qka, a i bëjt 18 vjetë që ashtë kom drejt me dollë. Kom drejt me dollë, për ma te për 10 natës, se këtu vetë një që është i sheni thmitër policia nëllë, sovjetikie, një ausvajt shkullës, a një dokument i shka shkullës. Po, ti ki drejt me dollë, amo ti ki drejt me dollë në kryen vetin, nëse ti dalish pi shpijës, pi banesës, ka i dalish, edhe ti vendosish. A nëse vendosi une, nuk dalish ti. Nëse të shmenet banes me mua ti, a o qështu? E vërtet, po në qërë se ti vetëm një, se ka këtë dhe x raste ku më digjuhe, shamën qërë se ai nuk është dikush kur thë fëmija, pe gjaku të është ashtë i levis dhe këtu, qërë se ti tenton me nalë, ai del, po qërë se thu ti ku pej banesë, mos hajde ashtë ka një gëndamët, thirët ai dëmon shtëpia e trive, shkën edhe atje. Nërë për me mbrojt, mos me shku se atje, na dhëtë me bo kur dojnë njëri e mëse këtë edhem, era njënë e krena, se shumë i kam përzdonë, se shtë, përso i ka rrugëve, i ka me drogë, me alkohol, i ka upe dhe fëmin. E ju në ashtë për me ruj, se për me upe të duhet. O të ndarum, Unë. ju përfuat një për endem. Po. Po ju tonë një që kini lindë dhe një rritë në Kosovë. Po, me aponga. E me apong perutit. Po, matë logjiken, me civilizimin e atjihet. Po lëvërit një pak edhe kontena. Kontena, se kanë thonë me kënë qëkaj që asë i bon është. E vërtet. Po pasha zëvët në kontena, ko shumë rose, se edhe lullja mire tha. Edhe vëllohi nuk i kofuhet prindi, se unë nisi fëmin tem me nisi me shku në shkullë, e unë e di që unë shkullë a zëvët e di kuma. Prindin nuk ban disa gjana milion fajtor. Unë e nisi me shku në shkullë, a shkën dika tjetër. Nuk ka qef as një prind fëmija të del jashtë kontrollit, sillet se rrugas, jak dhe fjallë, të bëj probleme në shpe. Pa më pasishë, soja ka kushtua i kuhën, mrena mundësive, se sidomos na që jem prind shqiptar, për thmi, mënohet që shë thaj zere dhe nashta milion haron që këna thona në ke gjuhën e popullit, i këna lon shumë ropa, tu munu t'ja plëtsoj krej kushtet, mos bathmija, mos lodhet, pse kena hjek na, që thujnë si gjartë në nërguri, në të kuhën tonë edhe në të rinin tonë edhe në moshën tonë, e t'ja plëtsojnë asët kushtën thmive tonë. Po, këto është krejt, unë po foli për Gjermani, këto krejt tjetër gjanë. Nëse ti nuk kujdeset shteti. Kujdeset shteti se këto, në moshën 18 vjeqare, ty mas orës 10 mramja thmin nuk ta len kërkun shteti. Nëse shë në kafe, nëse shë në rrugë, nëse shë të hinë disko, nëse shë në të pija si farë me lulla me qka pinë, foqët zeza, ata vinë ta binë ty në shpe dhe të marrin ty si prind që e ki përgjësin.
Mi 18 vjet nuk interesant kërkuj mos është I pamë. Jo, po as nuk ka drejt me I me ble alkohol ose cigare. Jo. Nër 18 vjet kërkon, krejtë ndalunë është, pikon pik. Po një ka pak edhe për kon. Hajde jo, baci sak. Unë. Unë e shkatar se me folë realitetin, me folë drejten, se ta na preket dikush thot pse ky po fol kështu pse asi. Gjithkush mendimin e vet. Muna me gabu. Po, amo ndoshta bin kundërshtim me ty e thosh çe tash sa më shka folja din, s'mo përshtatet mua tash. Tash unë do me fol realitetin për këtu, unë po thon për në Kosovë, apo dush me fol. Po për në Kosovë vllovi jam vish një hon, desha mu lidhi çpak. Se e fjolla ta po mua me janë gjikat në natyrë me bosën, ne kanë marrë janë gjikat me shku në shkollë. Edhe ka imi shku në shkollë ku ne kemë takuj ka po mirë me nxese mirë dita e aje liur. Se të fëmija tonë I kanë kushtet këtë komplet I kanë kushtet. Kushtet atë e liur. Se mora dhe më bona kush ty e përshëndet plokin. Se foja I ka tranu. Për kote na pa vlasë. 60%. Unë I kumë sa tjetë fëmijë në rrethit temë të mungë, I kumë sa tjetë në tjemë shkullë të mesme. E së më fuele, më po thashu këtë shkullë që dy hullë me ty plak. Atëherë nuk jetë shku në shkullë me murdije, po jetë shku mu tranu. Gjysëm dveshne, si vojzat si djemët. Në Kosovë kemi kalu Evropën, jemi tranu, nuk jem kërka vllovën jam. Jo, bëci sak, jo, so është ashtu, jo. Valloj me shkuashin 50% pu. Valloj, ca me si vjet nuk karo me po, se si më shkuas ato veç vjet, a par vjet, kur jem kom pushime në Kosovë, midis Skaneraj, aja Shisha Bar, te e di qa është lokali, Shisha Bar. Pasha një zëtë edhe zotën, para me nati pejmë duket 10 vjetë, fëmija po hishin e dektejnë mushën 15 vjetë, 16 vjetë. As një person, as ma të vjetër se ke pas, as ma të ri veç t'ikon 10-15 vjetë, I ke pas krejt të pishi shabar. Kuli juhën atë u për shambull... Në regull, Lullo, se unë të ashtë me bo me folë të në prejka dikush. Kush I ka faja të në shtu t'i ka të zonë mua? Ja, të I moshën 18 vjeqare I ka fajt prindi, po edhe shteti që nuk shkam I kontrolu trak, shishabori. Pse I ka leju, po ata për përfitime dvejta personale, lokalet, I marrën 15 vjet, 13 vjet, 12 vjet, edhe I mojnë ato dektejnë dytë natës. Femna, qëfore, po do që theti soki borkin sullak krejt, qika të reja 12 vjet, 13 vjet, t'lynet në gjyne, kalamaz, edhe unë gjato të rak, atë zërët në gëj, po aja leqës ka prind, po të nas ka as shtet. Se me shku tak, milicia me hi ato, kap mi denu ato, kap mi kop, e kujna je filanit, me t'ja që ndërë. E me ta qitë zëvët e reja ato me lipuj? Me ta qitë vëllaj, ta këthen qaf, ujtë në zëjtë se me kotë ftaf knaqësh, po të gjygymi ta gjunë. Sa u ke pa dhëna tranu? Jella su tranu hetë se I kom po me sytë mi. Që nuk shetë, ti veti jetan edhe në Gjermani, edhe që për shambull e zeri është që sa vite ka, e shë ku ka thmi për shambull në nërmëshën 18 vjeqare në për shisha bare, në për të lokalet e natës që rrinë harambashat. S'ka bre, po në Kosovë as ka ligj, as ka, nashta ligj është në dokument letra, po ku zbatohet, po edhe prindit, ju dhonë liri, se thmija jam, qika jam, 12 vjetë, me pashin shisha bar, që se kësha gri, sa kicën vrovë zoti, po të kalzoj drejt hoptaz. Ja I kësha hon pej, sa unë të ma shpitam s'kimi shti kryt, shka me qata që e kon shisha barve. Nuk ban, do të me kon, tak njeri I prejnë, thmi, po kufini është po fe. Lula, e tash si mbas bisedës, unë do me thonë ti thmija tu, pas kanë qenë të edukun, edhe kokën të edukun. Thmija mi I ka bon 26 vjetë, hala kom ati në kokon diskotek. Masi që I ka bon 18 vjetë e përpjet, kur njët, asi kom tha shkas më shkas, se nuk më në nalë. Po derin moshën 18 vjeqare, tonë kuhen, unë kom full me ta, qka o mirë edhe qka o keq. Ku duhet me hi, me kanë duhet me najtë edhe me kanë duhet me shku. A përshoj që po bishë në fjallë të mi ati, do me thonë... Po dhe thash prindi, unë thash prindi në Kosovë. Merita është ejo tja. Po unë thash që prindi,
e ki eduku e i ki thonë që nuk bon aty, s'është për ty aty, edhe i ka hin trunë qashtu, edhe është rrit fëmija me fjallën tonë, edhe i ka dalë ma mirë. është 26 vjetë, është din që ka u mirë që a ketë. Po ti tash dash nalën, dash mëse nalë, a e u rritë qashtu ti me atë edukatën tonë. E mes me të kuptu? Ja të kupton. Ja tash nuk më në mësani sak, nuk më një thu tash të jasë shka, asë më shka saj, dele nuk dvejt 26 vjetë. Po për shamë dhe në moshën 18 vjeqare. Edhe 16 vjetë e ndërume. Jo, 16 vjetë. Unë e thash ma e... Bofët pizdin në jeti, tha. A thash ma e, atë në më varet fëmija ku rrit, ku shpe rritat fëmi, edhe ku po jeton e fëmi, rrethi e ka ndikojnë atë. Edhe a i fëmija jot lullet ty ka më të këshyrë, ka më të respektu, a onë shështu e vërtet? Qëre, tash atu mvaret, unë nuk e di, inshallah dhe në zëti juve të mu, po gjithdo prind, nuk ja hub zëti mundimin, se tash ma heret nuk ka prind të keq. Jo. Po tash mvaret edhe qysh i imponuhet fati jetës të mjut. Mvaret se të kujna ti pe merë qatë, unë i kam veç dhe djemë, nuk kam vajzë, po nëse një vajzë që nuk e ka dogu mirë familja, nuk ka pasë nana e saj respekt për vjehrit vetë, nuk ka pasë baba e saj respekt për prind vetë, pasha zotën letë rritet në Amerikë, në hanë letë rritet, se as lullën s'ka mi respektu as ty, as një që të neve. Se aja e ka maskaralakën shpit vetë, aja mësu me qatë maskaralak, aja si ta merë djallin ta banë qashtu. Ti tash ja kim ja imponu djallit, hej, dojo, pej që ti rrubi, se kjo nuk ka për neve, ja do të mi shtraqofen, ja të mi thoa diqka, dilni dytë rahës, edhe po jetoj vetë, që shpo jetojnë shumica plegjve. Se s'ki qaj banë, e përda mu sta qitë zëti, rruben pa më parasysh, edhe kush ka qika me shku të një familje, një mashkull që një djallë që nuk o dëku, pej dy prindve, apo pa më parasysh që kanë sjelljen e mirë o come. Se pasha zote sa dhe pak, ti vetë jetë në Kosovë. Pasha zote mi po gratë në Kosovë, të veshtat madhtat, hidesta, me thajt gatë, me qerpek, me vetla tatuja, me vesh, me madh, që në Gjermani nuk sheq ashtu. Mos i këqyrë të shqiptarët kërë të vinë Kosovë me 100 euro bëhen ashta që atje. Se që tu ko me shku me lo WC-ja gjithë ditën, pej 8 vetë sa bojt, dëjnë 5 në aksham, 99.9% e grave shqiptare WC-ja pastrujnë edhe sene. Pastruseja. Unë i dikto sene mirë. Po, e për shambull, gratë në Kosovë kanë një luk, se kanë një sefaluk që ju knaqet shpirti. Na nuk pim kafe në qytet, bëhen 6 muj ditë nuk e shet qytetin me sy, se nuk ki ko, në 6 mërëmje vjen shpi, kimi bo buken, kimi pregadit më shku të nestrit në 8 në punë, apet. E këtu është që na, për para, unë generata jam, nuk përham tash, në shtareja jam, nuk janin bira veshit, unë, kuhen 99.9% sa me, unë ja kum kështu fëmijëve të mi, se jëm tut që shkojnë rrugës pa drejt, rrugës keqe me shoqni të keqe. Sidomos, unë për fuli personalisht, se nuk është marrë me ful, mas raste që ju mejt vetë bob vetë nan. Ka pos dit, ka pos natë që me 3 orë, 4 orë, unë kum bisedu për jetën, qysh duhet me jetu fëmija një vend huj edhe me qka duhet, me kanë më shëshnu, me kanë më merë, dhe nëse ura duhet me nejt, duhet mi ngu momin, duhet mi ngu ogjen, duhet mi ngu dajnë, duhet mi ngu njerëzit që i ki, shpirtit që dojnë edhe të vinë edhe të një mujnë. E këtu gjonat e nan Kosovë të vetë jeton ja ke po, si ti banë 6 muja rras telefonin të veshi, edhe mo nuk janë një bira veshit. 10 vjetë mija mi nuk kam pas telefona as san. Ju, se s'kom dasht unë milion me hinë telefona këta me 5 vjetë, me 3 vjetë, kushtet i kom pas. Gjithë të gjanë që ka egzistu në këtë jemë, kanë gjendje me i dhamë për që ta 2 vlatë mi. Sot nuk janë mështë, ku mos më konë fëmija e kjo është fëmija. Atëherë unë ju përshëndes, se kogja një kodë gatë dështë do me thirë dhe dikush, ju përshëndes gjithë dhe ju uroj një mërame të mirë,
edhe i kërkoj falje se nështë dikush u prek, po unë mendimin tem. Absolut, jo, Cami nuk u prek, as edhe një koment, as u ka negativ, as kur gjonë se s'ka pos pse, ti ke dhonë mendimin tanë, shumë të kjartë, të falenderoj shumë për telefonatën dhe respekt pa fund, e mustani se s'ko qa mu prek kërkush për derisa ti nuk i ke thonë kërkuj personalisht kur gjonë. Jo. Kush e ka mizën ma zvejshje, let preket edhe pejmeje që për fullish lirë. Na nuk e dim kërku jetën, as e di tonën, as të zerit, as të sakut, as të temen. Na përgjësi, na përfu po, besid e lirë. S'kemi qef për kërkon, s'kemi qef me një keq, inshallah gjdo kush kalon mirë, e ka jetën e mirë, se sat menojsh keq meno mirë, nuk të kushton kur gjoha, jo edhe kaq. Shumë e vërtet është. Faleminderit shumë. Faleminderit, ndërë respekt për të gjithë. Faleminderit edhe për juve, natën e mirë dhe gjoshën e mirë. Baci Isak, baci Zirë, natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit e nderuam. Natën e mirë. A keni me vazhdune qka? Jo, zonja Lule, unë vetë kisha mjë përshëndet juve. Shumë faleminderit. Edhe këtë batin Isak, po ashtu e përshëndet su Bilson Prena i dëshirojmë, po shem të kanë shumë ka shku sot Kosovë, të kalon mirë, miru dhe gjoshëm, një natë mirë. Faleminderit shumë, Zer ishte knatësi, faleminderit shumë për bisedën e dëgjojmë herave tjera, respekt pa fund. Faleminderit, tom. Tom i nderuam. Isak Orna, a ki me shtu diqka? Po me të mbëqën e ti? Po s'ko gole, a ki qa dhe ma thote? E valloj, që ty o që i vole ti mas mrovi të ishtë me thonë, Po? Që me ata thëje, me ato vizatinme. Po? I sholla se që të zhvët i kujnë kanak. Se pasha zhvët ti shumë rose që a munu me eduku edhe s'ka kuptu. E që tu nuk pa duhen me ditë. Prindi a munu me bu gjithë shka për e vlad vetë, se gjithë kush munu e të vlotin e vetë me po në qelë. Pasha zute po, në thash nuk ka e vlad keq me prind. Për në Kosovë pa thuen keni metë mra pa ju nuk dini, unë e du që shtu me mytë nuk mën. Dalin shkuën për që tu njëzën me shku në shkullë, dalin vesh, ku që keshë shkullë, unë e thes për thamë. Aty që unë të në shpinë, unë me ndër që kanë libra aty të isha. Ku që keshë shkullë, të një tonë se nje. O Isak, pasha zutën, ti din që o dhone jam që ti si shtu me satelit vitër, nuk kam qefe mi po, kërkan tash me pshallake me tirë që vesh me pos në i farë diqka, se kjo është knatësi. Po, pasha në zëtë, ju mdollu ko nata mërgjimtarve 3 av ditë sa kesh gësuvë, me dollu edhe mi pas po sheshin e Skenderajt, pej vojzave 3, krejt si prisullak Isak, si prisullak bre, pasha zote nuk shenë Gjermani 24 orë, me nejtë, musil që tu se nuk shenë njerë cullak bre, as në bazen ashtu nuk dilet. O Isak. E unë që tu deshta më lidhim, ku djenë më leshejë me registru i kjertë, më tregu dhe pranë. Po. E djenë me të vërtet akun dita mirë, dit me dilë. Dash besen dash më ka një ura ku e një nërë në thonësat. Pe shpija me shku në shkullë që kanë mas dite. Po. Bendo që valloj goti sukur që dilet në plazh. I kun po të shku në shkullë, që është mi mësu si shkret aty. Po se ati thët bobe të në unë zdim të i rrit me satelit vjetër, ka në minër. Për fatë mirë nuk jënë kreqa se, po në numër i malë pu. Normal. Edhe une për ju përshëndes, se e kemi zgjotën, e kështu që respekt për gjithë në shëndet. Faleminderit shumë Isak, ishte knatësi, faleminderit shumë për bisedën e dëgjuam. Po është të në thirë edhe Isa, po nuk e di pse Isa nuk për pranan, se me siguri po do në më kysh panel. Isa të thirë jam, po nuk e di pse nuk po mund më kysh. Isa thirën e ki veç prek këtë këmë thirë ato edhe mund me hi, se me siguri puna po do me bashkë bisedu me Isakun. A, e ta është të më të shpinë mu. Jo, Isa, nëse jetëm dëgju, unë të kumë thirë, ma nuk muj me thirë, po kur të kumë thirë, unë është thirëja veç pra në edhe me në herë kyqë është në panel. A i për më vjeket se është të pritë
Isaku se... Jo, unë e pres për ata, dhe s'pa du mu bojt të për të më pengu. Nuk po mund kë. Në rregull, atëherë Isaku, të falenderoj shumë për bisedën, faleminderit shumë, të folaj baba Shurte se dëgjohem në misionet e radhës. Faleminderit të nderuame. E nëntën e mire, po atë shuve qaj sholla ta që zëvët një re që shki qenë. O, Allah, i sholla, thuj, e kena isën, e kena isa, mirë se na erdhe. Në rama zhjafonie ma ja. Mirë. E kena në panel edhe Isakun. Ani me rama Isak. Një mroma e nderuam. Si e mirë, o gjatë hisha. Allah, ka pak. Ja vlura si ka lura. Mirë shumë, a ki afru vjeshtën, a keni shtu këtë, a keni korë këllëmosët. Po, i kemi kry. Sa mirë. Ta sëllë, a keni pas hisive. Allah, si vetë ju, ma dëpë që edhe vera, a këmë që si sruj. As arra s'ka heq. Ju. Ja, s'ka. Isak, si je, si po kalan në Kosovë? Ti, Isa. Po, një të muaj e këtovu. Po, a ke dëgju temen për sante? Nëse zëtë një krejt pak polisjoke. Se jënë kom për këtë qërë të rizojnë së debate si që njëjtë të bërtit këta atës dësha që ka përtojë. Dhe që që këshësha, a që ka thënë që tyve në me sharash. Se bërtit të njoni, bërtit tjetër. As ka vetë se ka mujnë dhe di që ka përtojnë. Jo më nua dhe kënej të ju ta të ngu, po jo që shumë. O, më në shën të na unë, të edhe debatën a ne edhe neve këto, a? Kishë me ka lukua. Po, se do të dëgju që kështë të mërë për zumë i shumë, e nuk e shajat mira. Elfejta na, fleqnia i ka pojet. Jo, fleqnia në shaju, po. Gjodhja është mjeshtë kua ka bëndëshim të malë për temperatura pak më të nënta, ka ronë 15 gradë për 25 e mund të ndiku ndryshimë. E sa tema për sonë është kjo, sjellja e fëmijëve ndaj prindve në ditën e sotme. Çka do të na thuashte? Mendimi juaj. Tash dhe me hekto në vesh i heka apo më dëgjan? Po. Është të na thëshin për por është një fshat akon rënës bjeshk aty edhe është një bjeshk i thojnë Golosteni fa bjeshk e men olt është ven i keq mal i egrë edhe këshin pas për por më të zanot lesht po flas pa akuna 200-300 vjeta ku me ditë sa e këshin pas zanot kur plakët njeri me morë me shtinë thesë edhe me ekse në kokon i mirë, më nuk ka sjell prodhem diçka më kanë i fort i mirë i dobishëm për shpe edhe kur e plakë këshin pas zanot me shtinë thesë edhe me qitë manelt me adhon dhe buk me vete uje krejt për një javë dhe të hojnë ujë që të nelt edhe merë njonit babën në shpinë edhe qënë manelt aty e thët që të pëlqej. E këshy plaku për bije e presit aty, ja bënd të djallë jam, ja bënd të më qu, thët pak manelt që atje. Thët po, mërë babë dëshirën aty, thët po. Edhe kër qëj nelt atje, thët babë se bash nelt se është ma keqe, ma rëzik, për ujë që atje, ashtu kështu t'i sërnan që është gatë, po, bile na i ditë këshërnu. Jo, thët se që aty thët e kom papru babën tem, e mos janë të njëjtin vend. E lena e aty, e shtin, ja lep që ta ujë buke që ka pas. Për do ditë, mos anil, dhe të hajnë ujë që të bojnë që ka dojnë, se s'është mo për shpe. Vjen shpe, kur ullin shpe të kujtu, të edhe i zjamin, sa të kanë pas midis odë, midis gjaku, shtë në tokë. Të kujtu, të edhe i zjamin, thëtë baba të shftaft ati në nërë. Thë të një kom bo 2 vjetë karnu edhe aj 2 vjetë që ka se të pohon e plakë në shumë shpejt, të ishti gjumë të kujtu, të të pasha zotë, të të mu
baba i tje pas ka qutët që aty, e unë u dash me qu ma nelt, bashkë djallë jam, bëm qaj ka dhe ma neltët e s'poj mërnua si da ke kisha atje, në shkyn kajtu që quat me vrapet e merë babën e vetë e këtër mrena në shpe. Edhe e këtër në shpe, edhe këshim pa thyqat zanot si, prind duhet mi majt, mi eduku se qështja bëjsh të kthejet. Edhe ka prind, si nuk e kanë morë vesh, se kanë bot gjonat kësia, ndërshta jo me qëllim, po pa vedije, edhe i kanë lonë citata, jetë lakmushme, ja kanë këthy fjallin prindit, edhe tashti s'ki shka bën atë. Pra dhe gruja thojnë të na, gruja më të fillu rëd saj, bën pej parodit, bën rëd. Lujnë shumë faktor ato. Uroj që tonë prind t'i kanë fëmin mirë, se nuk ka prind si ka qef mi po fëmin keq. Në atë shpi ku ka ashtu më s'qilofsh as vetë, se s'ki qef as ti mi po, në kojshia s'kërkon, po ku asodit është shumë e vështirë se ka rrjetet sociale, ka në televizore, ka se t'linë fëmija në këtë 2 vjetë, 3 vjetë telefonin në dorë, televizori afron gjonat pahishme, zhurma, debate, fillojnë 8, 9 të ato njerëz akademika, njerëz shkollum bërtasin, pa kulturë, ndjenja, nuk ka respekt njoni për tjetrin, programet ndryshme, të afrojnë që kur në Kosovë, thot, plan programin para 2 vjetë, se është Ministri i Arsimit, se ta duhet në klas 4, fëmin mi mësu që është duhet mu sjell në edukatat si janë etiks më fol, dhe më thonë veç në vëzhli, fëmisja imponojnë si më thonë pa cip, pa ftyrë, mësë me pas temat kurfarë, mësë me pas temat tabu. Për ata arsye ndikojnë shumë faktor, po i lumi ajtë që din mi afru, mi këshilu thëmin, edhe ka kohën, se ka herë prind se nuk e kanë kohën, nuk e kanë mundësin. Punojnë ndrimet natës, punojnë në mënyrë ndryshme, thëmija bëva kjo ka një shkollë 5 km, ose 7, ka orarë të ndryshëm të shkollës. Po në përgjithësi në këto kohëna, apet jenë të mirë thëmija, se me pa qëllu Allah në qëto kohëna une, ose shumë tjerë na, po tut na si këshim bo mazi se këta. Nuk besaj. Se na kena pas edhe tut edhe marrë, dyjat. Tash as nuk kanë tut, as nuk kanë marrë thëmija. Na keshim tut edhe marrë, se s'keshim parë, më hip në autobus, më shku dhe në perë, se dhe një stalë. Për edhe kërë në epshin ato e në konë dhe farbonash, në shkollë të mesme, edhe më hyp në autobus, se dashke me ta nëzirë një qasi boni. Edhe një farë kuponi për mja dhonë kondukterit. Po, ka herë s'keshim, leshim për dëhan ata, po, njoni e merë ke një qasishna, shreshin të e mashtru kondukterin, të shty desa mrishim atë, u gëzëshim na si shdrypshim, po do kondukteri u gëzaj ke ma shumë, se dhe ke sina nga të res me këta, se s'keshim pare, të lashe i bëjshim. Valla hypshim njoni mi tjetër në autobus, po të kalzaj, dhe as më i kemë mshelj. Bile këta hinë në ranë në autobus, kër të hinë, këta hinë në ranë. Në as në ranë nuk ishim. Allah e bre, se s'po fulli e atë kujtohet, zia, po atë kujtohet se as dera autobusit nuk më i kemë mshelj. Po, edhe fëmija në të mirë, se në këto kushte lullë është shumë shtirë, fëmija në klasë 4 fillore, ka telefonin, ja shen ati tjetrit, ka lirit plot prej sistemit, i afran shumë gjona, thot fëmin zgudzon me prek, zgudzon grusmi për ti, gruja burit zbën, puna, shtresi, shumë faktor lujnë, për qëta arsye, thëm, ja pet jenë të mirë, se është kohë ranë, është kohë vështirë. është shumë kohë vështirë. Ka shumë faktor, po në përgjithësi, fëmija shqiptarë vjen të mirë. Në përgjithësi. Se për para, ku hishe mrena, një burri vjetës ish mrena, të hi mrena, ose një grua vjetër, tonë lyshin veni.
Ta shenë me anë a shpijës, lunë njeri gjallë me anë, heq lunë vene, heq as grua, as bura, as kërkush heq. E që është do më mësu thmija të shumë më thamë me respektu dikon. Unë mu ma mërmenja, si pas mendimit tim, me qenë se edhe të vetë jetën. Ju përshëndes. Okej, Isak, falimderit shumë, shumë falimderit. Na lulleve si më të ndryshu mendime se më përgjësi thmija e të mira, për të prind, se ka ndryshu kunat. Unë muj me thonë që sa da pak disa gjana na që jetojna në Perëndim, jena munu thmin mjavë tregu shumë gjana ma shumë se në Kosovë. Në Kosovë kanë shumë lirin ma tepër thmija se thmija tonë që janë këtu në shumë aspekte. Këtu kanë mas pari jetën e programune, dohet shkollë shpe një herë, të një punë shpe. Po sa janë të vogël, unë personalisht, po ke thonë edhe ditë që edhe bashkërtja ju të merr shumë me fëmijë se ti e ka musafir në shtëpi. Ke thënë vetë. Po, edhe pikërisht edhe unë e di gjatë kohës sa ka qenë bashkërti im në jetë, unë e di që ka pas hera, ka pas firmë vetën edhe ka qenë shumë i ngarkun me stres të firmës, me punë, me punëtor, me gjana, edhe ka pas herë që ka 2 ditë nuk i ka pas fëmin e vetë heq. Ka besa orën 10 natës, fëmija ju në konë 8 ora, në gjysë 8 ju në konë flajt. U bo një ditë, 2 ditë nuk i ka pa. Edhe kur i ka pa 10-15 minuta, në ashtë aty të shushku me ra kanë qenë. Dhe na jena munu në forcat tona të ju full, të ju afru, se tutu se fëmija janë vend të huj, shoqëria keqe, ka hapësirë me bo qka dojnë, e të fullu me ta, e të mbojna sa ma afer traditave tona si familjarës Lule, na jemi në Perëndim ngoj tukut, na jemi ngoj tukut. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Ka tërlim mahlikate, e vërtet është, e vërtet. Jem si dalim për dere, ki mentalitetet ndryshme, populatat ndryshme, frigosh më s'po ndodh në një keqe, ka komunikim me kultura ndryshme, e këtu jenë ma të lirë njerë, se thot, dalin a po këtu në Kosovë është një keqe se kërkush kërkujnë s'bën me thonë thmi s'ku gjon, se thmija jam. Për para më shat, i ka thonë për shame pa dikon atje, edhe kushërini, edhe migja, edhe mësusi, edhe një njërë tjetër i ka bërtit thmi s'ku e ka pa dikon, ka unë s'ka po lip në këtë kohë këtu. Bravo. Shko të shtëpia, që shë dalë këtu. Tash nuk i bërtet kërkush, nuk i thet kërkush kërkujna, se ka jetë s'kua për parë, njerës dalin, tash të dalin gratë, burat rrinë shpe, pinë kafe, të bohen, shkojnë, hipin kjerët, s'jap logari kërkush kërkujna, një shok këtu në për vëllaj del 9 saatin, 10, 11 që shë kjerët të anë, vjun, sa shkojnë që atje, sa këthet që ka. Po, ka kua kjo mundësi ju ka frutonve, shumë e mirë është, veç edhe arsimtari atë në shkollë, nuk guxon fëmijë me prek, nuk guxon me thonë asnjë sen, etikën e veshjes se kanë qikat edhe djemt jenë ma të veshën se mësusja se arsimtari. E ki pa kur dalin ato farë sfilatat si kur të kryjnë të vjeqarën e gjimnazin kur të kryjnë këtu. Mbrami në maturës që festojnë, po? No, me maturës që festojnë, ta mërmenja këtu e në filmat të Hollywoodit, me ora, me sanat shtrajta, aty japet mundësia, ja ka një mosht, po bërtete se ka të fitu me asnjë një cent se ka të fitu me pe vetës, për me vesh vetën, po me një herë japet shansa pe tjerëve mu vesh edhe asaj shkon shku e jeta që ashtu veç më kone varë në pe tjerëve. Në Perëndim nuk mujnë më në ato se du të më punu se cili, fëmijën du të me qume njerë si që kanë si dhe kryjnë shkollën, me njerë japë mundësin shteti, më hinë punë, zanat, me fitu parën e vetë, më shkollu vetë, më punu vetë. Isa, më falja, kam një koment për një ndërunje, Save da Shala Disha, po unë nuk pajtuhem me këtë person heq, edhe pse ka shkru këtë koment, po si të që tjetë është e drejtë e saj, se na nuk përbojna dalime, po kalzojna se nanat Kosovë, nuk kër i bath mija 15 vjetë, nuk e di kokoj, rënë dëjnë 2 natës, me disheri dhe se di koko, e thmija tonë në Gjermani nuk gudzojnë, as pej neve, po as pej shteti me nejtë mas ores,
në 8-9, kur është në moshën 16 dhe 18 vjeqare, mos e harro. Edhe në Kosovë, ka thonë kështu, edhe në Kosovë fëmija e kanë jetën e programune, sikur edhe këto në moshën 15 vjeqare fillojnë me punu. Kjo s'është e vërtet se atje nuk ka punë, veç nëse shkon punon në një restorant sezon 2 muaj kur mshelet shkolla, se atje me pagesë nuk ka punë as shkollë heq. Kjo mas pare nuk është e vërtet. Fillojnë me punu edhe shkollohen. Kjo nuk është e vërtet që këto punon edhe shkollohet në njëjtën kohë në qatë profesion që e ka, jo punë tjetër, sikur të jo. Edhe këto më varet sa punojnë prindrit me fëmijë, mos i dalloni Kosovën me Mergjem. Kosova ka dallim si nata me ditë. Ndërum unë takova me një person që me të vërtet pikërisht ishte që punon me shtet në organet sigurimit policë. Me po tha fëmijët mbi moshës 12 vjeqare dhe në moshën 17 vjeqare të marrë drogë, të Kosovë, në për krejt qytetit Kosovës tha të vjen gërdi, nuk ka që ka i ban, jo familja pas shteti, nuk ka as një familje që 30 vjet jetoj në Gjermani, që hala ka thot dikosh që qytetin ku jetojon që një fëmijë i ti ka marrë drogë apo u merr me drogë. Krejt janë kuadra treja të li profesioni që të knaqet shpirti, qëfar shkollë kanë kryu thmit e shqiptarëve që jetojnë Mergjem. E mos e krahasotim thmin e një mergjimtari me thmi të nanave që rritën në Kosovë heq, se unë Kosovë shkvij gjdo 3 muj, 4 muj dhe po rri dhe që isa shumicën e kohës për kalën Kosovë, folna diçka isa sa është e vërtet kja. Niko, Lule, unë tash nuk e di, ama në vitin 96 më konë Shqipni, të tregoj një rast një burre të ishtë në Tiranë isha. E tash të folë me ata, tash Kosova, Shqipnia, dalimet kënina, tha, a përshetha na jemi të një brumit, ta qështë e pjeksh, qështë të bëhet buka. Na, si të Kosovë, si atje, po në Kosovë, shteti, edhe mësimi, edhe edukata në shkollë nuk ka drejt thminjës kur gjë mi bo. Thmija ka shumë lirit plot, ka shumë tepër. Edhe tonë prind, në Kosovë jenë pajtume, thonë, thmija ka shumë lirit plot, guzo kush me tonë. Ka për shama thmija se në problematike, ka ekonominë ka të mirë, nuk mund kur gjë mi bo mësusi, nuk ka drejt se ligje mbronë. Në Gjermani, komunikimi është edhe në shtetet në Zvicër dhe në tjera, është një sen se shteti komunikon, mësusi me prindin komunikon shumë. Edhe janë mundësit, edhe na si prind atje ruem shumë, të çdo kënd ku shkon fëmia, të tjetë prindi mrapa se ki të bëjsh me popull tjerë, me kulturat ndryshme dhe frigosh, e këtu kur dalin fëmia jashtë e din si në qytet, është shqep, ose në fshat e din si nuk ka rrezik për aty, po hapi më i madh është në shkollë se prindi me mësuesin, me disiplinën e kanë shumë të madh. Na kur jemi konë shkollë këtu në Kosovë përpara, më të pa arsimtari në qytet me cigare në dorë se në fshat, ti ki pas shumë probleme të mëdha. Më të pa rrugëve ki pas probleme të mëdha, janë konë të autorizum mësuesit sikur prindi, domethënë ai ka pas një farë hierarkie me ty të madhe. Tash nuk ka, se mësuesi nuk respektohet, bolizohen. Që aty është dobësia në Kosovë, që në qatë aspekte shane, se për ndryshe qato gra, si në konë Kosovë, janë në Gjermani. Qata djelë, si në konë Kosovë, janë në Gjermani. Po shteti në Gjermani, në Zvicër, ja mundësën ma shumë, se me pas kontaktin, prindi me fëmi, të shita afron fëmi nuk i len hapsin, si të krynë shkollën, një afron mësimin, kose shkollimin, me pages, edhe disiplinën e ka. Ka disiplinë të madhe fëmija. Kur shkon vend pune, ose në studime, ka me disiplinë të bëj. E në Kosovë nuk ka me disiplinë. Aty është dobësia me madhe, se disiplina mungon në shkolla, për më thonë. Se në aspekt tjetër pak e që kuptim të tomëve, na jemi të njëjtë. Si këta për Kosovë, si në Gjermani, po shtetet ku jetojmë na i mundsojnë qëtë gjona, edhe na denojnë, edhe mos më konë, mëse pas fëmijë në kontrol, vjen ju gëndomë të në shpe, edhe ta merë fëmijë. Bravo. Ki të lashe.
Unë e di raste që për zoten vetëm pse u konë në zonë si i ljudhën, në zonësat e klasëve tolta, po thamë, e kanë thirë prindin dhe kanë thonë, po, në sa ora e qanë të thmin me flajt edhe sa orë flanë thmija jëtë se është i ljudhën në orë mësimit. Për gjumë shumë të flajt në orë, po, ka pas problema, me njëherë angazhu shteti, po, ashtu është. E aty këtu është problemi si mësusi, boni me thonë prindit, se thmija jam është mirë, pëse e kam këtë në regull. E atje është shteti ka mësusit. Është shteti ka mësusit, e këtu të na, nuk e di, është hupa e autoriteti i mësusit, i edukatorit, se përpara konë edukatori, mësusi konë prindi dytë. Konë i vlerësum, edhe se me ekonomi konë njëjtë si qëtarë, sa tërë se konë diçka ma shumë me roga diçka. E në Gjermani, në përëndim ku jemi, në përgjithësi në gjitha shtetet, e kemi shtetin mrapa. Që ose thmija nuk ka, prindi është i vorfun, me njerë shteti intervenan. Arsyem se ai nuk vjen në orë, është i përgjëmshëm, shteti intervenan e kontrollon atë thmija. Pse është i stresum, ja po një shajnë trup, për i herë në shpeshkan. Bravo, shumë e vërtet. Adin, kom pas një rast, djallit tem, mosh, klas 7, 6, po konë i zhvillum, konë me mosh i kisë gjatën, edhe ta është i temperament, edhe këshim ndruve në banimin na, dhe ke më të regu edhe djalli për më të regu para në zonë, sa si edhe në moj jem, e kom një fuqi, ose ka dash më të regu edhe, mena shkollë, në për shkollë, se rrej një djalli ja ka hinë është, edhe ta është ata për i herë, shteti pësë qëfar syë këtë në ato, me njëherë dhe në të one, në shpe, me ditë gjenim pëse është kjo agresiv në qëtë moment. Qëta që ka fillu që një javë shkollë, se për herë ka të regu agresivitet. Për herë intervenu një gëndam të këto, ta shumë në familje normale, po në i këto, po ka ndryshimin e verë, me në oborë shkollës, ju du të edukoni thmin, arsyën pëse ka ardhë të kjoja, edhe po merdh mirë si me njëherë intervenu në shkolla, shteti, arsyem se kjo është, ata e ka parasit atë mënyrë, atër u vërtetu për në zonë sa tjerë, si ata e kanë provoku, kjo të regu i kanë thonë shajz albanër, shka për dion, t'i pede fjallin, dhe mon shqiptarin dyrë, edhe kjo ka reagu, e ka një vetën, ka dashme të regu atë, po, në me ka reagu edhe të shif, edhe kjo të shëmur me mësime ma shumë, ka punu ma shumë, po, aty ka pas përkrajnë, me një shkolla, shteti, prindi. E këtu, që e farë trekonshi nuk eksistan. është i këputën, që e halka e disiplinës është e këputëne. Se që halka egzistu edhe në familje. Për shama përshëndes Sevden, se me siguri edhe kjo në ndëgjën, është ndëgju se e mirë, edhe kjo adin si disciplinë për shama në familjet vetës, se dikun tjetër e konë disiplina me pa dikun rrugë, ose për mësu se dikush me thonë në konë djali ose vajzë atje për herë ka pas probleme në shpe. Ta është i smerën shumë kush me atë punë. Gjo normal e shenë në zonë se një kom parë një stag, në zonë sa shkollës mesme, unë gjë me arsimtarin, të kuje prof cigarën në goj, së ledhë ke për atë punë heqë. Si më bluka, asë që ka një belje. E në Gjermani nuk u të zanë që atë drejtim. Jo. Nuk u zanë. Adhe nuk kanë disciplinë. E të përshëndes Lule, të shkonë është me digju sjetër. Gjithë kush në radion tonë e shprej mendimet e veta, e kanë respekt për gjithë. Na nuk e ngurim kush kafi, se së dhe edukon të mine vetë. Një ras në deti të regova, shkova të jo që të rekonë në lëqen, e gjetën e thmi për dorë, theshin kujna është të hupë që këtë thmi. Mo i thashtë se ka hupë thmi, apo i pas ka hupë nana. Se një nanë se s'di me rujtë thmin e vetë, atërë nuk ka nanë. T'lumt. E asë babë. Natën e mirë, respekt për ju, farmirë shumë për kohë. Faleminderit edhe nga ona ju, në respekt pa fund të. Pra, të ndëruar të gjuse, keshëm edhe Isa Bajramin, i lumt, bile sidomos e dha vullën në fjallën e fundit që e fulli.
Se s'hup fëmija po nana, edukata e fëmisë është nana edhe sjellja. Njerëzit nuk duhet keq kuptohen edhe të marrin gjanat personale, po nëse kanë mizën mazveshje i bojt me shnet. Na po folum përgjithësi. Na po folum përgjithësi për ata që shohum këtu edhe që shohum atje. Se kultura edhe edukata në vendet e perëndimit në përshkolla është krejt tjetër sa është në Kosovë. Këtu nuk i shans të me shku fëmija me buksat hekrit, me thika, me altia me shku në shkollë, harru e ndëruara sevda që po thua është të njëjtë. Nuk është të njëjtë, nuk është të njëjtë. Nuk është të njëjtë se pasha zotën me konër 18 vjetë prindi e hanë burgën edhe nuk e shet dilën me sys disa kohë. E në Kosovë vëlla ki daje, ki teze, hen me altije, hen me thike, hen me shate, hen me sakice, tana. Në këto po përmbyllëm misionin duke shpresu se kemi kalu qastet e bukra, me qenë se kemi kalu kohën e rregull 22-30 minuta, mos u largani, unë do shkoj me muzikë. I falenderoj shumë nga zemra të gjithë ata që na telefonuan dhe ishin në panel, duke i falenderuar për mendimin e tyre dhe duke ju thonë që të jenë të lirë dhe të folin lirshëm të Radio Zëri Lirë, çdo mendim i çdo kuj respektohet, çdo fjalë e lirë është e drejtë, çdo kuj të shpreh tek Radio Zëri Lirë, por mos i keq kuptoni dhe mos i merrni personale kur nuk ja përmend emrin kërkush kërkujna. Kërkush kërkujna, kur njak nga përmend emrin, mund me thonë pak ma ndrysh, po ju me thonë me përmend emra ju filan fistekja apo filan fisteki. Se atëherë po bjen që e ka mizën mazveshja i person edhe pe han, pe xiglit. Kështu që ty po nuk mërzitna absolut, por si do që tjetë unë shkaj me këngën, këtu ju tham natën e